Egli dhe Gjesti janë çifti që u formua brenda shtëpisë së famshme në edicionin e 4. Pas përfundimit të spektaklit, gjithçka ka ndryshuar dhe me sa duket ata e kanë dhënë fund lidhjes së tyre. I ftuar në një emision ka qenë menaxheri i njohur i VIP-ave shqiptar Anait Kaloti nëpërmjet një lidhje telefonike. Ai zbuloi më shumë detaje në lidhje me personazhet e këtij edicioni që pas daljes së tyre nga shtëpia dhe se si po e menaxhojnë famën dhe çfarë i pret më tej. Ai gjithashtu analizoi pak edhe lojën e këtij edicioni duke dhënë mendimin e tij se çfarë mund të bënte ndryshe. Për fancat janë bashkë, por për njëri tjetrin nuk e di sepse unë nuk flas me Gjestin as me Eglin. Pasi u kthyer në shtëpi, opinionistët e familja dhe të gjithë ishin që bëu ajo goca e fortë që lufton për veten. Por siç ne e dim, jeta na ka kthyer her pas here në ato situatat kur njeriu dëgjon më shumë zemrën se sa arsyen, deklaroi ai për marrëdhënien e Eglit dhe Gjestit. Ndër të tjera, ai shtoi: "Ju urojmë suksese shumë të dyve. Kam përshtypjen që do t'i takohen rrugët. Nëse jo në reklama apo në jetë personale, patjetër që në muzikë ose në diçka tjetër do të jenë afër njëri tjetrit. Nuk e di se si kanë marrëdhëniet, por ata kanë ditur që t'i mbajnë fshehur shumë mirë që kur kanë dalë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri." Kur erdhën në spektakël, ata thanë që janë takuar dhe realisht kishin qëndruar një natë bashkë, por që larg publikut, larg syve të gjithëve, po mundohen ta mbajnë këtë gjë, kështu dhe mirë bëjnë. Deklaroi ai, duke lënë të hapur mundësinë se ata janë akoma bashkë, por në privatësi të plotë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.